Kujtohet në Bllaz, për busin e Rambllazës për herë të parë botërisht aknë. Po them se ka jenë shqiptar në jenë botë në vete. Edhe shkum në xhami. Ku me ushtru kangën, edhe që me promovu, në xhami hoxha piskatit dhe nuk ka duar trokite në xhami thanë është haram. Thash leje hoxh, po çfarë harami, thashtu me i bashku shqiptar. Edhe atëherë se vetëm as hoxhin edhe populli duar trokite edhe u prit shumë mirë. Kur dulëm aty në binë, rani pare i dyte, krejt populli kanë qajtë, se ju radhën si një meteor, si një dritë. Zoti që kishte marrë pjesë në këtë organizim, ishte kërkuar nga organizatorët vargje të shkruara, në mënyrë që t'i kompozonte dhe t'i këndonte për herë të parë në oborrin e xhamisë në fshatin Bllaz. Këtu në këtë vend, në atë ditë, kanë pasë me zbulu bustin e Rambllazës, dëshmori, herojt tonë kombëtarë, edhe atëherë në kanë ftu neve dhe une me Hamz Llapsheven, bashkë më si boni një rukëtim aja kongë, kur erë këtu edhe murë me hyrin, edhe më kujtohet që sot e ditë, shumë kohë gjatë ka shku, prej modernishës deri sot, po ky livadh edhe kjo pjesë krejt tu ka pas shumë popull, ka pas edhe prej Shqipërisë. Do njerëz caktu më atëherët janë kohë si e ndalume, po nuk di që kanë ardhur ata. Teksa u shpjegua për gjithë historinë e këngës, autori i vargjeve dhe kompozitori i saj ja thonë së bashku. Se në kështu e këzojnë anjanen, unë traspeje dhe Gjakov, dreni të lape dhe Rugov, vjen dhe qani Mitrovica, Kalqaniku e Kajmenica, vjen Gjiljani, vjen Prishtina, Ferizaj, vje dhe Klina, u kështu kaljase, bashku të rinë.